thoni si njëri për njerëzve më të lumtur, mund të me plot përgjegjësi festival, që e bëjmë kështu vazhdimsinë e pushtetit lokal, prej sot edhe besoj në 19 në ta përbyllim kapitullin, u adorsoj dy djemve me kredibilitet dhe me besueshmëri dhe me moral, sikur që janë Valdeti dhe Valboni, shpesh unë i përmendim bashkë, sepse komplet kjo fushat qytet bashkë. Ne në festival kemi bërë betejat më të vështira realisht, mes kryesisht më para PDSH dhe DK Aleanca për Shqiptarët e BDI, dhe me siguri i mbani mend, fushata për zgjedhjet lokale këtu kanë qenë të merë. Kanë qenë vërtet hatash, se kush i fiton, edhe unë mendoj se në periudhën 2025-2029 festivalit i duhet një qetësi. Realisht i duhet që forcat kryesore politike, mirë që janë bashkë, munden të ulen prej 19, prej 20 kur shkën zyrë Valdeti dhe Valboni, të ulen të mendojnë mirë për shkollat, për qerdhe, për projekte të cilat kanë të realizuar.